Kalimi i një rruge. Kush mund të kalojë i pari dhe kush duhet të presë? Ky është një vend kalim për ciklistët. Në rrugë ka 2 korsi me katror të bardhë. Është edhe një trekëndësh dhe dhëmbë peshkaqeni. Të gjithë në rrugë para jush mund të kalojnë në fillim. Ngadalsoni. Shikoni majtas. Shikoni djathtas. Nëse dikush vjen nga e majta ose nga e djathta, ju duhet të ndaloni. Nëse nuk vjen askush, ju mund të ecni me biçikletë më tej. Ky është një kalim me vija të bardha. Kushdo që dëshiron të kalojë në këmbë duhet të përdor kalimin me vija të bardha. Nëse është dikush në kalimin me vija të bardha ose nëse është dikush që pret të kalojë vijat e bardha, ju duhet të ndaloni. Lërini këmbësorët të kalojnë. Nëse nuk është askush në vijat e bardha, mund të vazhdoni të ecni me biçikletë. Nëse dëshironi të kaloni vijat e bardha me biçikletën tuaj, ecni nëpër to me biçikletën në duar. Makinat dhe ciklistët duhet t'ju presin sepse tani jeni një këmbësor. Ju mund të kaloni i pari. A ka një vend kalim për ciklistët si edhe vija të bardha? Ju mund të zgjidhni. Nëse kaloni me biçikletë, ju duhet të prisni. Nëse kaloni në këmbë, ju mund të kaloni i pari.